institucioni i zgjedhjeve për mënyrën si është ndërtuar, fal edhe një reforme konsensuale të vitit 2020, garantoi transparencë të mjaftueshme dhe madje arriti të organizoj edhe një proces shumë të komplikuar votimi, që ishte procesi i votës së diasporës. Dhe për këtë ka marrë vlerësim, pavarësisht problemeve logjistike dhe teknike, sepse afërmendsh për herë të parë zbatimi i një politike të re dhe zbatimi i legjislacionit të ri për sa i përket votës së diasporës, patjetër do të sillte sfida logjistike dhe probleme. Dhe në rezolut i rekomandohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta përmirësojë këtë eksperiencë të mirë të ngritur mbi zgjedhjet e kaluara apo mbi kapacitetet tashmë të ngritura të KQZ-s. Gjithashtu i mëshohet fort në rezolut teknologjisë. KQZ-ja, të them të drejtën, dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithpranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhësve, siç është çështja e numërimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj, unë e quaj shpesh, atë më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëputz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikërisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe ja them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga ngjarjet jashtëparlamentare. Patjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti OSBE-Odiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivelet lokale, qoftë me një numërim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre. Ne kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Pse? Në fundit, ligji zgjedhor dhe zgjedhjet politike janë dhe mirëbesim. Prandaj, duke i mshuar elementit të mirëbesimit dhe të bashkëpunimit politik, ju kemi lënë mundësinë që ata të zgjedhin një nga format më të pranueshme. E njëjta gjë kemi bërë edhe me ligjin për financimin e partive politike, gjë që është përfshirë dhe në këtë rezolut, për faktin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një detyrim për të raportuar mbi auditimet për partitë politike. Sot që flasim, kemi një projekt teknik konsensual, i cili ka kaluar dhe filtrin e Odirit dhe Komisionit Venecias, ku kanë dhënë disa rekomandime dhe kemi mundësi që dhe në këto javë të mbetura, ne t'i vim kuvendit me një ligj të gjithpranuar. I kam garantuar kolegët e opozitës, meqense Komisioni Venecias ka thënë për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushatat zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht.
Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtym dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qofte ligji për financimin e partive, ashtu edhe tek kodi zgjedhor. Nga ana tjetër, dua t'ju bëj me dije kolegëve që kemi rënë dakord edhe me Odirin dhe me Komisionin Evropian për të zhvilluar një aktivitet në datën 26, Komisioni i Reformës Zgjedhore me të gjitha institucionet e përfshira që asistojnë këtë proces, për të adresuar një pikë që opozita e ka konsideruar të rëndësishme, që është ndarja e shtetit nga pushteti, apo të themi mospërfshira e administratës dhe përdorimi i burimeve në favor të një partia. Unë nuk dua të theksoj më shumë sa të vërteta janë këto, sa që ndrojnë, e di që ka probleme, kjo është një kulturë e dobët demokratike, në përgjithësisht këto vjen re dhe në vende tjera, ama kemi thënë dhe kam dhënë garanci për këtë, le të gjejmë praktikat më të mira europiane me qëllim që të adresojmë dhe këtë pretendim të mbetur. Megjithëse kodi zgjedhor shqiptar në vitin 2020 ka përcaktuar kufizime që në asnjë vend të Europës nuk ekzistojnë. Megjithatë, së bashku me kolegët e opozitës kemi thënë le të gjejmë modele europiane më të mira nëse ka. Në dijenin time nuk ka. Gjithsesi, ja kemi lënë ekspertët ndërkombëtar për të bërë dhe një hap më tutje për të shkruar në një kufi, në një frontierë të pazbuluar, se në çfarë pike ne do të vendosim ekuilibrin e kufizimit të lirisë të administratës për të kryer funksionet e veta, po njëkohësisht edhe mos krijimit të avantazheve të padrejta në favor të partisë pushtet. Është vetëm një çështje sepse opozita nuk ka si çështje tjetër për sa i përket administrimit zgjedhor. Çdo gjë tjetër tashmë i takon mirëbesimit, forcimit të kapaciteteve të administratës, por mbi të gjitha thash besimit të përbashkët politik. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore, meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociatave dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-ut dhe zgjedhje të lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një moll sherri dhe një Waterloo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane. Kështu që do të thoja që mirëbesimi politik dhe në fundit zgjedhjet që përcakton populli janë ato që do të administrohen dhe pikërisht duke qenë të tilla do doja që zgjedhjet të mos kthehen gjithmonë kapitulli i vetëm i një konflikti të përjetshëm që më shumë bëhet pis për shkak të retorikës politike se sa energjisë që do të shpenzonin palët për gjetur një konsensus qoftë edhe në këtë reformë zgjedhore. Faleminderit.